Gjashtë kandidatë për deputet të partive të ndryshme politike në Shkodër prezantuan programet e tyre elektorale në sallën e konferencave pranë Hotel Golden Palace. 3 pika që unë kam zgjellë nga programi i madh i Partisë Demokratike janë siguria, jetueshmëria dhe arsimi. Qasja jam e lidhur me politike nuk është një betejë mes xhaketash të vjetra, xhaketash të reja, është për mendimin tim është një konflikt artificial. Për mua është betejë me mentalitetin e vjetër, është betejë për me ndërtuar ose me dhënë jetë një modeli të ri politik që unë pretendoj me mishru, pikërisht sepse du që me imponu një lloj politike të racionale, pra një politik që kërkon me marrë pushtet për me realizu idetë e tija, sepse politika pa pushtet metet vetëm një lloj, po themi ne, filozofie, pra kishte mujt me tek shkrimtari, tek filozofi, tek gazetari. Në qoftë se ti dën me bën një ndryshim, duhet me gjetë instrumentet për me marrë pushtetin dhe instrumentet për me bën ndryshimin. Nuk ka, pra, e nisa ma që rregullon çatia deri tek politika, nuk ka profesion që ne kanë më shumë jetën e njerëzve se sa politika dhe ne këtë pjesë nuk e kena marrë seriozisht dhe sipas gjitha statistikave shqiptarët futen tek njerëzit më të angazhuar në politikë, sidomos rinia. Ajo që ne kemi si synim edhe që ne e kemi bazuar gjithë ndërtimin e programit ton ka 4 shtylla. 3 përkasin karakteristikave të shtetit dhe shtylla 4 është angazhimi i njerëzve. Shteti zhvillimor për të shtylluar secilin nga këto pika ka të bëjë me zhvillimin e ekonomisë dhe atyre sektorëve të cilët do të ndihmojnë të krijojnë shtetin social. E dyta është bujqësia. Bujqësia jonë ka probleme madhore, duhet rritet mekanizmi i bujqësisë në mënyrë që bujqësia të bëhet një sektor me vërtet produktiv dhe që të jetë një ndër shtyllat e ekonomisë. Turizmi sigurisht një sektor ndihmës, duhet rirregullohet, rishihet, mos të bëhet kurriz të mjedisit edhe të banorëve të zonave të ndryshme të cilët janë zhvendosur herë edhe me forcë për ndërtuar resorte turistike ku asnjë nga ne nuk kemi mundësi të shkojmë. Me shtetin zhvillimor ne mundsojmë ngritjen e një shteti social. Sigurisht nuk mjafton vetëm investimet dhe shteti zhvillimor, por duhet edhe lufta e pajepur kundër informalitetit. Taksat duhet vendosen me drejtësi, prandaj ne besojmë te modeli i taksimit progresiv, i cili takson më shumë ata që kanë të ardhurat më të larta, pasuri më të madhe. Ka edhe pika të tjera që lidhen me barazinë gjinore, me pagën minimale, me arsimin, me shëndetësinë. Ne synojmë një shëndetësi me vërtet falas, jo thjesht në letër siç është aktualisht. Dhe 3 pika kryesore duhet cek për sa i përket vullnetit politik, si qasje për nevojat e tranzicionit shqiptar. Përfaqësues të koalicionit euroatlantik kanë dorëzuar parlamentin shqiptar rreth 2 vite më përpara iniciativën ligjore për vetimin e politikanëve. E dyta, mbështetja pa kushte kundër SPAK-ut. E treta, që nuk është faktikisht partia vetme që ka realizuar këtë gjë, dalja me 100% lista të hapura për t'i dhënë mundësinë qytetarëve të votojnë kandidatët e tyre të preferuar. Partia jonë në rast marrjes qeverisë synon reformimin e KLSH-s, do ta kthejë atë me status të një gjykate auditi, por edhe për t'i dhënë kompetenca ekzekutive. Inspektoratet shtetërore, aty ku ne hasim problematika çdo ditë, do të mblidhen gjitha bashkë në një organ të vetëm, paketa ligjit antimafia, çdo kontratë e qeverive, sidomos e qeverisë fundit, për sa i përket PPP-ve, do të verifikohet. Theksoj që ne kur kemi marrë pushtetin vitin 2013 e kemi gjetë Shqipërinë një gjendje jo shumë, po paga mesatare është rrit dhe sot po flasim me një paga mesatare se i përket sektorit publik, ka shku nga 372 euro në 1000 euro dhe objektivi jonë për Shqipëria 2030 është që kjo të shkojnë në 1200 euro. Sa i përket punësimit edhe pensioneve, ne kemi bërë një reformë kohët e fundit, muajt e fundit për rritjen e pensioneve. Theksoj që pensioni mesatar ka qenë tek 86.000 lekë të vjetra dhe ne synojmë ta çojmë në vitin 2030 në 400 euro. Sa i përket sipërmarrjes, kjo qeveri besoj e ka treguar më së miri dhe këtu kur them e ka treguar dhe me fakte konkrete mbështetjen që i ka dhënë trive për të vazhduar me arsimin që besoj është edhe pika kryesore. Unë mendoj që një vend për të ecë përpara duhet të ketë baza të forta në arsim. Paga mesatare mjekëve është trefishuar nga 450.000 lekë të vjetra ka shkuar tek në 1.600 euro. Ne besojmë që për të krijuar kushtet e para për familjet dhe për një normalitet në Shqipëri, duhet të luftojmë për sigurinë. Lufta e parë që duhet bëhet është ndaj krimit. Gjithashtu në të njëjtën linjë, ne mendojmë që duhet një luftë
ndaj korrupsionit. Ne jemi në vendet që kryesojmë, është e vetmja fushë që ne kryesojmë. Patjetër, shtyllë kryesore që kemi është arsimi. Në ditët që flasim, buxheti për arsimin është dikun 2.6%. Dhe ne duhet shkojmë minimalisht në kufit e rajonit, si fillim dhe pastaj deri në 7% që premtojmë. Duke ngritur sfari kufirin për bizneset e vogla deri në 200 milion lek, ato do të kenë tatim fitim 0. Ne do bëjmë taksën fikse 10%. Nuk do të taksohet puna. Është e padrejtë kjo gjë. Ato që martohen për herë të parë të kenë mundësi, duke u vu një fond sovran nga shteti me marrë kredi me 1%, ato të kenë indicjen për me ngrit familjen në Shqipëri. Projekti i Partisë Mundësia është ndryshim. Kur flasim për ndryshim, është ndryshim i gjithë modelit menaxhimit ekonomik në Shqipëri. Ka nevojë për mundësi. Mundësia jepet që shteti të jetë arbitër dhe të mos jetë ndikues. Ku shteti të jetë nxitës dhe të mos jetë ai që i ndikon zhvillimin e biznesit, pra të jetë rregullator i lojës dhe jo ndikues. E gjithë betejë për me kursy parat e 8 miliard euroshit, që më na dal mjaft mirë për me mulu paga dhe shpenzimet për të rritë ekonominë, është të luftojmë korrupsionin. 8 miliard euro si mund të kursehen? Ne kena një praktikë se si mund të kursehen 8 miliard euro. E para ja nisim tek shkurtimi i vendeve të punës fiktive. Ne kemi një plan që të kursejmë në 8 miliard euro, 1 miliard euro t'i kursejmë. Dhe këto 1 miliard euro të përdoren për ekonominë. 500 milion euro do të përdoren për të me ekuilibru ekonominë, kur flasim se ne në program kemi një taks 8% taks e shesht, dhe 500 milion euro të jenë investime në arsim, në shëndetësi dhe nxitjen e sipërmarrjes. Forumi kishte për qëllim të krijojë hapësirë për dialog mes qytetarëve dhe kandidatëve për deputet në lidhje me programet e tyre elektorale.